Ambicia e Donald Trumpit për të blerë Groenlandën sikur Alaskën nuk ka heshtur. Madje, së fundmi, guvernatori i Luizianës, Jeff Landry, është emëruar si i dërguar special, pikërisht në ishullin gjigant, me pasuri mineralesh të rralla maramëndse. Për më tepër, baza strategjike ku mbrohet Amerika nga sulmet me raketat ndërkontinentale, ku Rusia sapo ka certifikuar dhe provuar në terren sigurisht raketën e saj të parë bërthamore, por që funksionon sikur nëndecet me energji bërthamore. Kështu, Amerika në alarm ka dërguar të emisar pikërisht në Groenland dhe tratativat me Danimarkën nuk besoj se do të zgjasin shumë. Për më shumë informacione, sigurisht linku në komentin e parë ku referohem për lajmin e fundit. Gjithë të mirat.